Këto zgjedhje në radh parë Partia Demokratike vin me një koalicion të fortë, një koalicion solid, i cili përfshin më shumë se 20 parti, një koalicion që ka nga partitë e qendrës majt të qendrës, partitë e qendrës së djathtë siç është Partia Demokratike dhe parti tradicionale historike, siç është Balli Kombëtar. Në këto zgjedhje ne kemi një program gjithëpërfshirës, një program që prek të gjitha shtresat e shoqërisë sonë dhe përpiqet dhe do të kurojë të gjitha problemet e shoqërisë. Dhe së treti, çka është e rëndësishme, ekipi i kandidatëve që prezantojnë programin dhe që do mbajnë përsipër atë barën për plotësimin, për implementimin e këtij programi. Dhe do më lejoni ta filloj nga kjo të prezantoj së pari një aleatin ton të vyer dhe një drejtues lokal, po drejtues i rëndësishëm i një force politike tradicionale siç është Balli Kombëtar, zoti Ridvan Mersinaj, i cili i është bashkuar koalicionit ton dhe është kandidat në listën e hapur. Ne do fusim një filozofi tjetër, do ta implementojmë atë filozofi duke marrë përvojën më të mirë të viteve 2005-2009 të mbajtjes së fjalës së dhënë. Dhe jo më kot, programi ynë, programi plot 4 vjeçar i Partisë Demokratike, ka një shtesë të veçantë në këtë fushat. Shoqërohet me një program emergjence, program të 100 ditëve. Përgjithsisht në botën perëndimore qeverit, mbasi marrin pushtetin, deklarojnë dhe programin e 100 ditëve. Dhe ajo si prova e parë e qeverive me zgjedhësit e tyre, që brenda 100 ditëve do realizojë 1, 2, 3, 4, 5. Ne po e deklarojmë përpara fushatës që në këto 100 ditë e para ne realizojmë atë program që e quajmë ne program të dhëmsurisë, interesat e qytetarit, interesat e fermerit, interesat e biznesit të vogël, të biznesit të mesëm, interesat e zhvillimit të zonave. Shqipëria është integrale, është një e tërë, po Shqipëria është e fortë kur të gjitha zonat, të gjitha krajinat tona ndihmohen të prosperojnë, të zhvillohen. Në ndryshim nga ajo çka ka patur sekti Rama deri tani, që ka në qendër vetëm interesat atyre grupimi që rëndom në popull quhen oligark apo njerëz të lidhur me ta që vetëm kanë përfituar dhe kanë grabitur pronën dhe pasurinë publike. Programi ynë i 100 ditëve ka 2 të veçanta që duhet i përmendim ne këtu. Së pari, duke përcaktuar minimumin jetik 200 euro një herazi, ne përcaktojmë që nuk do ketë pension nën të 200 euro dhe së dyti, ne automatikisht të gjithë procesin e fidaneve të reja që ju mund të mbillni, të bagtive apo të fermave të reja që ju do krijoni, e fusim në një subvencion të drejt për drejt, subvencion pa ngjyrime burokratike dhe për këtë gjë ne do të shtatëfishojmë fondet. Nga 30 milion euro që jepen tani, ne do japim 200 milion euro. Ne jemi të vetëdijshëm për një gjë, edhe socialistët e ndershëm janë të vetëdijshëm që 12 vjet më keq se kaq nuk ka ku të çojë një qeveri. Dhe ky sekti Rama që është në qeverisje, pse se ka një tregus demaskus, një tregus që të bën të dhëm zëmra, janë 1.100.000 shqiptar të larguar. Vetëm ky fakt do të mjaftonte që Rama të turpërojë në jetë të jetëve dhe mos të kërkonte më karrierë të vetë politike dhe forca e tij politike duhet të ripunojë thellësisht. Njerëz cilët kanë marrë votën këtu dhe nuk kanë bërë asnjë shërbim kësaj zone apo qytetarëve dhe bashkëtarëve tanë, qoftë edhe fermerit të fundit për atë subvencionin e naftës, duhet të jemi absolutisht refuzues ndaj tyre për të thënë zotrinj, keni thyer besimin me këtë zonë, me Bashkinë Selenis dhe me të gjithë banorët e Vllajinës, sepse janë njerëz të cilët e kanë marrë votën dhe kanë shpërdoruar besimin e qytetarëve dhe bashkëtarëve tanë këtu në zonë. Partia Demokratike ka një program të cilin e ka përgatitur nga ekspertët më të mirë vendas dhe të huaj. Ne kemi hartuar një program i cili dedikohet absolutisht qytetarit. I dedikohet qytetarit nga A-ja te Z-ja. Dhe për të qenë më konkret, do të shkojnë 200 euro. Të gjitha ndihmat ekonomike që Nardi i përmend janë 35.000 lekë apo 36.000 lekë, apo qoftë edhe 50.000 lekë, që janë super qesharake, të cilat nuk janë vetëm këtu në Bashkinë Selenis, edhe në Bashkinë Vlorë. Kështu janë pak më të larta, apo prapë janë qesharake për nivelin e jetesës dhe për shpenzimet që do duhet të bëjnë qytetarët e Vlorës apo qytetarët e Bashkisë Selenis apo edhe bashkëtarët tanë këtu në Vllajinë. Standardi i 200 euro minimumi jetik është një standard i cili absolutisht zbe atë varfërinë ekstreme. Nuk bën çuditëra, por të paktën të gjithë ata të cilët
janë trajtuar deri tani me ndihmë ekonomike nën 200 euro, do të shkojnë në 200 euro. Pensionet po ashtu. Rroga minimale do të jetë 500 euro dhe për ata biznesmen të cilët kanë të punësuar njerëz, do të vinë ndihma nga shteti për atë rrogë që do të jetë mesatare dhe për po themi për subvencionimin e sigurimeve shoqërore. Rroga minimale do të jetë 1200 euro. Ne do të ulim TVSH-n nga 20% në 15%. Ne do të ulim çmimin e energjisë, do ta çojmë në 6 lekë për konsumatorët familjar, të cilët sot e paguajnë sa frungu pulën. Patjetër që ne, të nderuar miq, do të ulim taksën e kalimit të pronësisë, që është një taksë sot 15%. Një pasuri e cila kushton 100.000 euro, detyrojeni të paguani shtetit shqiptar dhe buxhetit të shtetit 15.000 euro. Partia Demokratike thotë jo zotrim, mos pagoni më 15.000 euro, ju do pagoni vetëm 2.000 euro dhe 13.000 euro mbajni në xhepin tuaj. Mendoj që këto janë absolutisht elemente të cilët duhet që ne t'i përçojmë te të gjithë bashkëqytetarët tanë dhe bashkëtarët tanë këtu në Vllajin. Patjetër pastaj ne do të fokusohemi në këtë zonë e cila është dedikuar bujqësisë dhe blegtorisë në pjesën e subvencionit për fermerët, të cilët kanë nevojë për të qenë të subvencionuar. Një falenderim edhe për organizatorët, për në ardhim si kryetar të Partisë Demokratike, njëkohësisht dhe për detuesin politik zotin Bujar dhe Artildin, si ish kryetar i Partisë Demokratike dhe kandidat i listës së mbyllur për deputet. Unë quhem Ridvan Mersini, jam nga Çepradi Vlorës, kandidat i listave të hapura të koalicionit për Shqipërinë Madhështore, jam prej Partisë së Ballit Kombëtar, njëkohësisht kandidat, po dhe kryetari i Partisë së Ballit Kombëtar. Është nder për mua që të jem pjesë e këtij koalicioni. Falënderimet e para për partinë time, po njëkohësisht dhe për Partinë Demokratike që na bëri pjesë të këtij koalicioni. Ne jemi 12 kandidatura që jemi me lista të hapura. Të 12 jemi pothuajse të barabartë ndërmjet nesh dhe gjithsekush gëzon ato virtytet e tija. Kemi zhvilluar në të gjitha dhe njësitë e tjera dhe kemi dalë për prezantimin e listës fituese të kandidatëve tanë të 11 majit dhe për prezantimin e programit Partisë Demokratike, që është një nga programet fitues deri sot në këto 33 vite demokraci.